13 zakonet e fshehta të njerëzve me vibrim të lartë, filozofia e Carl Jung të transformon jetën. Mirë se erdhe. Kjo video është për ty që ndjen se ka diçka më të thellë brenda teje. Për ty që ndonjëherë ndihesh ndryshe nga turma. Për ty që dëshiron të jetosh jo thjesht për të mbijetuar, por për të rrezatuar. Carl Gustav Jung thoshte se qëllimi më i lartë i njeriut është të bëhet i plotë, të integrojë dritën dhe hijen, të ndërgjegjshmen dhe të pandërgjegjshmen. Njerëzit që arrin këtë gjendje quhen shpesh me vibrim të lartë. Ata nuk janë të veçantë sepse lindën kështu. Ata u bën të tillë duke ndjekur 13 zakone të thjeshta, por të thella, që do t'i trajtojmë një nga një sot. Merr një frymë të thellë. Dhe le të fillojmë. 1. Meditimi si qëndërzim. Njerëzit me vibrim të lartë meditojnë çdo ditë, por jo për t'u arratisur nga bota. As për të ndjekur ndonjë trend të Instagramit me jastëk dhe qirin. Ata meditojnë për një arsye shumë më të thellë. Për t'u kthyer te qendra e tyre e vërtetë. Jung e quante këtë qendër vetja me V të madhe. Burimi i gjithçkaj që jeti për te roleve, maskave dhe historive që tregon bota për ty kur ulen në heshtje, qoftë 10 minuta në mëngjes, qoftë 20 minuta natën. Ata nuk përpiqen të ndalin mendimet. Përkundrazi, i lën mendimet të vinë dhe të shkojnë si valet e detit. Vëzhgojnë zemërimin që u ngrihet pa pritur. Vëzhgojnë nostalgjinë, vëzhgojnë edhe gëzimin e vogël që ndes një dritë brenda kraharorit. Dhe duke i vëzhguar pa i kapur, krijojnë një hapësirë të brendshme të madhe. Kjo hapësirë është vendi ku lind qetësia e vërtetë. Ajo qetësi që të tjerët e ndjejnë si një fushë magnetike kur hyjnë pranë tyre. Nuk është qetësi sipërfaqësore që vjen nga kafeja pa sheqer apo nga yoga në perëndim. Është qetësi që lind kur ti e di që pavarësisht çfarë ndodh jashtë, brenda teje ekziston një vend që asgjë nuk e lëkun. Dhe pikërisht nga ky vend, çdo vendim që marrin është më i qartë. Çdo fjalë që thon është më e vërtetë. Dhe çdo veprim bëhet një vepër arti e vogël. Prandaj meditimi për ta nuk është një zakon i mirë. Është kthimi në shtëpi çdo ditë pa lënë adresën. 2. Vetmia si ushqim. Shumica e njerëzve i druhen vetmisë. Njerëzit me vibrim të lartë e duan atë. Jung e quante procesin e individuacionit. Të bëhesh një individ i plotë. Dhe ai nuk mund të ndodhë kur je gjithmonë i rrethuar. Ata i rezervojnë orë të tëra vetëm me veten. Ecin në pyll, ulen në balkon, fiknin telefonin. Në atë vetmi dëgjojnë zërin e shpirtit. Nuk është egoizëm. Është përgjegjësi ndaj vetes. Vetëm kur ushqehesh me vetmi, ke çfarë t'u japësh të tjerëve pa u zbrazur. 3. Respektimi i trupit si tempull. Trupi për ta nuk është thjesht një makinë biologjike. Është tempulli i shpirtit, kur ndjejnë lodhje, dhimbje shpine, stomaku të përzier. Nuk i mbyllin me ilaçe menjëherë. Pyesin, çfarë po më thot e pandërgjegjshmja ime? Jung besonte se çdo simptom fizike është një mesazh i arketipave. Ata pushojnë kur trupi kërkon pushim. Hahen ngadalë. Flen thellë. Lëvizin me dashuri. Dhe kështu trupi bëhet aleat, jo armik. 4. Të shkruarit terapeutik, aktive imagination. Çdo ditë ose çdo të diel mbrëma, ata marrin një fletore. Shkruajnë pa censur çfarëdo që u vjen në mendje. Ëndrat e natës. Frikërat. Inatet. Dëshirat e fshehura. Jung e quante këtë aktive imagination. Të dialogosh me pjesët e pandërgjegjshme të vetes. Me kalimin e kohës, fletoria bëhet pasqyrë. Ata shohin modelet. Shohin hijen. Dhe duke e shkruar, e çlirojnë. Shkrimi është terapia më e lirë dhe më e fuqishme që ekziston. 5. Përzgjedhja e informacionit, mbrojtja e mendjes. Ata janë ekstremisht selektiv me atë që konsumojnë. Nuk hapin TikTokun në mëngjes. Nuk lexojnë lajme që të lënë me ankth pa asnjë dobi. Libra, podcaste, muzikë, vetëm ato që i lartësojnë. Jung thoshte, unë jam ajo që më ushqen mendja. Ata e dinë se çdo imazh, çdo fjalë lë një gjurmë në psikik. Prandaj zgjedhin me kujdes ushqimin shpirtëror. Ashtu siç zgjedhin ushqimin për trupin. 6. Vlerësimi i heshtjes. Kur je me ta, ndonjëherë biseda ndalon. Dhe askush nuk nxiton ta mbushë boshllokun. Ata nuk druhen nga heshtja. Përkundrazi, e duan. Sepse heshtja është energji e pastër. Është hapësirë ku shpirtrat takohen pa fjalë. Në një botë që flet pa pushim. Aftësia për të heshtur bashk është shenjë e lidhjes së thellë. 7. Mbrojtja e energjisë, rituale të thjeshta. Ata kanë rituale të vogla që i bëjnë pa u thënë askujt, ecje zbathur në bar. Banja me krip deti. Djegje e salvias ose temjanit.
3 frymëmarrje të thella para se të hyjnë në një dhomë të re. Këto nuk janë supersticione. Janë mënyra për të pastruar dhe mbrojtur fushën energjetike. Dhe më e rëndësishmja, nuk ndjejnë nevojë të justifikohen para askujt. 8. Vlerësimi i autenticitetit mbi perfeksionizmin. Ata nuk përpiqen të jenë perfekt. Përpiqen të jenë të vërtetë. Pranojnë gabimet publikisht. Qajnë kur u duhet. Qeshin me zë të lartë. Tregojnë dobësitë pa frikë. Ju më thoshte se hija është pjesë e rrugës drejt plotësisë. Vetëm kur e pranon hijen, bëhesh i plotë. Dhe njerëzit e ndjejnë këtë koherencë. Prandaj u besojnë pa kushte. 9. Vendosja e kufive pa ndjenjë faji. Jo, është një fjali e plotë për ta. Nuk thonë, nuk mundem këtë herë, më falë. Thonë, jo, faleminderit. E dinë se çdo po që i thonë dikujt tjetër. Është një jo ndaj vetes. Dhe hapësira e tyre e brendshme është e shenjtë. Kufit nuk janë egoizëm. Janë respekt ndaj energjisë që Zoti ose universi u ka dhënë. 10. Transformimi i dhimbjes në dhëmbshuri. Ata kanë kaluar dhimbje të mëdha, por nuk lejuan që dhimbja t'i bënte cinik apo viktima. Përkundrazi, e shndërruan në dhëmbshuri. Kur dikush vuan, ata nuk thonë do kaloj. Thonë, e di si ndihesh. Unë kam qenë aty. Dhe kjo fjalë e thjesht shëron më shumë se çdo këshill. Vuajtja e shndërruar në dhëmbshuri është energjia më e lartë që ekziston. 11. Leximi i energjisë së dhomës. Ata hyjnë në një dhomë dhe ndjejnë menjëherë. Nëse ka tension, gëzim, frikë apo dashuri. Edhe pse askush nuk flet, intuita e tyre është aq e mbredhtë sa duket si magji. Por është thjesht dëgjim i thellë i pandërgjegjshmes kolektive. Koncept që Jung e studioi gjatë gjithë jetës. Kjo aftësi i bën njerëz të sigurt për t'u pasur pranë. Sepse ti ndihesh i parë vërtet. 12. Komunikimi me të gjithë qenjen. Kur flasin, çdo fjalë ka peshë. Kur dëgjojnë me të gjithë trupin. Nuk janë në telefon kur ti flet. Nuk mendojnë përgjigjen para se ti të mbarosh. Janë 100% prezent. Dhe ky komunikim i plot krijon lidhje që zgjasin një jetë. 13. Respektimi i kohës natyrore, kairos. Së fundi, ata nuk i nxisin proceset. E din dallimin mes kronos, kohës së orës, dhe kairos, kohës së shpirtit. Nuk aplikojnë për punë sepse duhet. Nuk hyjnë në lidhje sepse ka kaluar koha. Presin momentin e duhur të brendshëm. Dhe kur ai vjen, gjithçka rrjedh pas forcim. Durimi i tyre nuk është pasivitet. Është besim i thellë se universi ka ritmin e vet. Përfundim. Pra, ja ku i ke 13 zakonet. Nuk ke nevojë të zbatosh të gjitha njëherësh. Zgjidh një. Vetëm një. Dhe shiko si ndryshon energjia jote brenda një jave. Ti nuk ke lindur për të qenë mesatar. Ti ke lindur për të qenë i plotë. Faleminderit që ishe këtu me mua sot. Nëse të shërbeu, lë një zemër ose komento cilin zakon do të provosh i pari. Shihemi në rrugën drejt vetes të vërtetë.